Për sa i përket diasporës, zoti Berisha ka denoncuar zarfet që kanë vajtur nga DL-ja apo nga nënkontraktorët e tjerë, të cilët janë nënkontraktuar në mënyrë jo ligjore, por neve jemi munduar të vëmë qindra raste të tjera ku ju do shihni që ose nuk e kanë emrin, ose nuk kanë firmën, ose nuk kanë emrin, ose janë shenja, pra shkeljet e panumërta për sa i përket votës së diasporës. Dhe unë besoj që me kaq pak a shumë është i lexueshëm ky libër. 2543 raste të verifikuara të krimeve zgjedhore, dhe kjo është vetëm 1% shumë e vogël i krimit zgjedhor të ndodhur para, gjatë dhe pas së zgjedhjeve. Duke falenderuar zonjën Vokshi për punën jashtëzakonshme, për organizimin e të gjithë materialit të mbledhur nga të gjitha degët e Partisë Demokratike, nga gjitha strukturat, të gjithë kandidatët dhe më pas edhe nga grupi punës për ta organizuar. Dy fjalë edhe unë, pra në qoftë se, si me drejtë që tha edhe kryetari i partisë, tha që kjo është enciklopedi e krimit shtetëror dhe në fakt zgjedhjet janë viktima e madhe, një nga viktimat e mëdha të kësaj arkitekture. Pra ky dokument fakton një arkitekturë të unifikuar se si është kapur shteti, është centralizuar në mënyrë kriminale për të përdorur në mënyrë që të mbahet pushteti. Më herët kemi thënë që blihen me paratë e shtetit, buxheti i shtetit janë bler vota në mënyrë që më pas me ato vota të vazhdohet përsëri të blihesh pushteti. Nëse OSBE-Odiri ka një standard, pra OSBE-ja ka një standard, ndarjen shtetit nga partia në pushtet, dhe ajo që ka konstatuar në mënyrë të qartë është që është prishur ndarja midis shtetit dhe partisë, në fakt në këtë dokument shkohet akoma më larg, në këtë enciklopedi. Praktikisht provohet se si është prishur ndarja midis shtetit, partisë dhe krimit të organizuar. Pra ne kemi të gjitha bashkë. Është një sinkron i plot ku janë vënë të gjitha pushtetet, ato të lishme dhe ato të palishme në një të vetëm. Ashtu si që sot hetimet po provojnë që Belinda Balluku është zëvendës kryeministrja për korrupsionin organizuar, Ergyll Sagasi rezulton të jetë e provuar që është zëvendës kryeministri i krimit të organizuar. E të dy e bashkë kanë një kokë që është Edi Rama. Në gjithë këtë histori e gjitha kjo për të arritur në këtë konkluzion që tashmë është i provuar. Dhe pra ajo që po ndodh sot, që po del edhe me hetimet e prokurorisë posaçme, nuk është asgjë tjetër që nuk e kemi denoncuar ne më herët përpara zgjedhjeve dhe akoma kohë më përpara se sa zgjedhjet e 11 majit, kemi vazhduar ta themi dhe sot provat janë përtej asaj që thotë Partia Demokratike. Është shumë e thjeshtë. Mjafton të ndiqen, shpeshherë të ndiqen votat e deputetëve socialist për të gjetur bashk krimin, mafian dhe Edi Ramën. Pra ajo që dikur thoshte Falcone ndiq paran për të gjetur mafian, po të ndjekim votat, ne sot gjejmë në të njëjtën tryezë Edi Ramën me krimin organizuar. Pra, jo vetëm një sqarim, doktor, parasit. Në këtë libër neve kemi marrë rastet e kryeministrit, shkeljeve, e kemi ndarë dhe me muaj. Në janar ka shkelje, në shkurt për secilin, për Edi Ramën, Belinda Balluku, Nogerta Manaseliu, Mirela Kumbaron. Pra, nga 18-19 ministra sa janë, kemi marrë vetëm 4. Shumë zojeni këtë numër, këtë shkeljesh, për 4 ose 5 fish, apo për kryetarët e bashkive, kemi marrë vetëm
3 raste, Emiriana Sako, Ervin Demo, Pierin Dreu. Pra, 61 bashki, hiq 5, 56 bashki, pra shumëzojeni për shumë fish shkeljet zgjedhore që kanë bërë këta 3 kryetar bashkish. Dhe një rol do doja që kur ta lexoni librin, edhe pjesën e votimit elektronik, juve do shihni që në Vor dhe në njësinë 10, votimi elektronik nëpërmjet operatorëve, jo vetëm që nuk ka qenë i lirë, nuk ka qenë as sekret, në 90% të rasteve votuesit janë kontrolluar nga operatorët dhe nga komisionerët, madje në pjesën më të madhe, mbi 50% të rasteve do shihni dhe keni faktet me video dhe me foto në këtë libër. Në votimin elektronik, pjesën më të madhe kanë qenë pra vota e kontrolluar, por edhe të tretët kanë votuar, pra ka qenë dhe proxy, dhe familjare, dhe në grup, ku pra janë shkelur të gjitha standardet, jo vetëm kodi elektoral, por gjitha standardet e dokumentit të Kopenhagenit. Pra, votimi nuk ka qenë as i lirë, as sekret, as i drejt për drejt. Kriteret që duhet për një përzgjedhje të lira dhe të ndershme. Vetëm një fjali. Si që shikoni, nga gjitha çfarë tha zonja Vokshi, asgjë nuk i është lënë në rastësisë në të gjithë procesin zgjedhor, nga dita 0 deri në fund kur është mbaruar numërimi. Nuk ka pasur asnjë shans që të shprehet në këto votime, në këto të ketë zgjedhje qytetari. Rezultati ka qenë i paracaktuar dhe mënyrën se si ka qenë i paracaktuar ne kemi denoncuar më përpara, po deri në atë moment, megjithëse kanë dalë 7 rezoluta, 5 përpara dhe 2 mbas zgjedhjeve, do të mund të quheshin deri para një jave, opozita thotë se. Ka një javë, vetëm me rastin e zbërthimit të fpamjeve filmike në zyrën sekretet të Ergys Agasit, i keni që të gjitha edhe me prova procedurale gjithë shka është thënë nga kjo seli, duke akuzuar minimalisht kartelet që kanë vepruar në zonën e Durrësit. Këto, i ka edhe prokuroria i ka dhe Spaku. Unë kam një thirrje për gazetar dhe për cilin do tjetër. Ju lutem shumë, mos u fokusoni thjesht tek historitë rozë që do të dalin tek pamjet nga zyra e Agasit. Aty keni provat se si është deformuar vullneti i qytetarëve jo në një pikë të humbur të Shqipërisë, në Durrës, në qytetin më të rëndësishëm nga pikpamja ekonomike të Shqipërisë. Ju falenderoj. Faleminderit. Ka shumë pak që mund të shtoj unë për rrezikuar që ta bëjmë konfuz të prezantim që synon të qartësinë e shkeljeve zgjedhore. Desha vetëm të shtoj që të gjitha këto shkelje, për aq sa kemi mundur të faktojmë gjatë periudhës zgjedhore, janë përcjell organeve ligjzbatuese. Tani me publikimin e kësaj enciklopedie të krimit zgjedhor të narkoshtetit, kemi mundësinë që t'ja ripërcjellim edhe një herë të gjithë materialin e plot organeve ligjzbatuese, duke shpresuar në një këndvështrim ndryshe të tyre, edhe në dritën e veprimeve të reja procedurale që ata kanë bërë mbi krerët e narkoshtetit, flas këtu për krerët ekzekutiv, pasi kreu i narkoshtetit dihet që sot për fatkeq vazhdon ende në zyrë. I japim shansin përsëri Spakut, prokurorisë përgjithshme, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që brenda sferës tyre të kompetencës, gjithçka çfarë kanë patur të pamundur ta faktojnë, ose çfarë kanë patur të pamundur që ta kenë të provuar nga pikpamja procedurale, nga pikpamja e provave dhe nga çdo pikpamje tjetër, me administrimin e gjithë kësaj enciklopedie të bëjnë të gjithë veprimet e duhura që pavarësisht se vonë të bëjnë shembuj për të treguar që më në fund, organet e drejtësisë duhan të merren edhe me krimin zgjedhor. Nëse sot trumbetohet me të madhe hetimet proaktive në fusha të tjera, për fat keq, për sa i përket adresimit të shqetësimeve, për sa i përket krimeve elektorale, ende sot nuk kemi asnjë rekord pozitiv. Kështu që u jepet përsëri shansi që të mund të veprojnë. Faleminderit.